Pas largimit të papritur nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, një nga banorët më të komentuar të këtij edicioni ka reaguar ashpër dhe emocionalisht, duke ndezur debat të madh në rrjetet sociale. Eliminimi i tij erdhi pas një zarfi të zi dhe një vendimi të publikut, por ai nuk e ka pranuar lehtë këtë rezultat. Menjëherë pas daljes, ai ka shprehur hapur pa kënaqësi ndaj produksionit, duke e cilësuar largimin si të padrejtë dhe të dyshim. Në mungesë të një sqarimi zyrtar në studio, ai ka reaguar përmes një mesazhi publik, ku me tone ironike dhe thumbuese ka lënë të kuptohet se disa gjëra brenda lojës mund të kenë qenë të paracaktuara. Ai ka folur për informacione të fshehta, kode dhe parashikime të çuditshme, duke ngritur dyshime për mënyrën se si janë zhvilluar ngjarje. Mes rreshtave, ai ka përdorur edhe humor, duke propozuar me ironi një bashkëpunim me Gjenetën, e cila sulmonte për lojën e tij në Big Brother, dhe e cila me hyrjen e saj në shtëpi sipas labit dha një mori informatash tek banorët e tjerë më së shumti Elionës, me të cilën ndajnë edhe menaxherin e njëjtë, të cilës i kërkon bashkëpunim për të mbajtur mend datat e dasmave, duke shtuar se është i zënë me koncerte dhe angazhime. Në fund të mesazhit ka theksuar se gjithçka mbetet lojë, por jeta vazhdon. Por reagimi i tij nuk u ndal me kaq. Në një postim tjetër shumë të fortë dhe kërcënues, ai ka paralajmëruar hapur produksionin se nëse nuk publikohen votat reale deri në një afat të caktuar, do të ndjek rrugë ligjore dhe do ta çojë çështjen edhe në instanca ndërkombëtare. Sipas tij, ai disponon prova se ka marrë mbi 60.000 vota brenda një nate, duke e cilësuar të papranueshme mënyrën se si u organizua raundi i dytë i votimit. Ai kërkon transparencë, drejtësi dhe respekt për publikun që e ka mbështetur masivisht. Në deklaratën e tij, ai ka theksuar edhe përvojën e gjatë në muzikë, duke thënë se ka mbi 30 vite karrierë dhe se gjithmonë ka treguar respekt për kolegët. Megjithatë, sipas tij, respekti duhet të jetë i ndërsjellë dhe kritikat duhet të jenë profesionale. Ai është shprehur qartë se nuk është në këtë betejë për të ofenduar askënd, por për të mbrojtur dinjitetin e tij dhe për të kërkuar të vërtetën. Në fund, ai ka bërë një deklaratë të fortë, duke thënë se ky edicion nuk do të kishte të njëjtën peshë pa praninë e tij dhe Albës, dhe sipas tij këta kanë qenë banorët kyç të këtij edicioni, duke lënë të kuptohet se largimi i tij ka dëmtuar rënd spektaklin. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mendimi juaj ka rëndësi, ndaj na tregoni në komente çfarë mendoni për këtë situatë dhe kush sipas jush po thot të vërtetën. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që kjo histori të shkojë sa më larg. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përdit përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.